po të bëja unë reklam për lokal, nuk do e bëja siç e bëjnë gjithë tjerët. U futa në 20 lokale, pa shfaqjet e tyre në Instagram, 20 Instagrame lokalesh. Hedhin foto kafeje, pije, karrike, gjëra që gjën në çdo vend, në çdo cep, po të futesh Shqipëria ka më shumë lokale per capita në gjithë botën. Do shikoja ç'kemi ndryshe ne si lokal. Kush është identiteti, kush është klienti perfekt që vjen e që do të vite ne. Pra është lokal romantik, është për ta shtruar me raki, është për lexuar një libër, board games, për shoqërinë, për shqiptarët, për të huajt. E nëse s'kam asnjë nga këto, do bëja këtë në fillim, do e gjeja se çfarë jemi, pastaj do bëja reklame. Kur ta bëja, do shisja ndjenjën, pra pse vjen klienti për të pirë kafe, do thoshte. Po pse ta pi këtu? Pse mos ta pi tek ai përballë nga anë time? E këtu ja fusin kod pronart. Ne kemi kafe të mirë, thotë më të mirë se ai s'di. Le që ikin kamarierët aty tjetër, kështu që te ne do vish, domethënë s'ke ku vete. Domethënë, mua si klient mua s'më duhen ato kush kamarieri pse vjen, pse s'vjen, më duhet arsye pse të vi. Mund të jetë dhe kamarieri njëra nga arsyet apo banakeri sepse i bën mirë, po dua ta di këtë si arsye. Ku të vi, kur të vi, oraret hapur, më duhet të më kujtosh her pas here, edhe po kam ardhur një herë të më kujtosh që shiko hajde prap, të pish një kafe atje, se duhet që të vi prap unë si klient, sepse është një kosto e madhe që të më marrësh ti cost of acquisition, po është një kosto tjetër që të kthehem prap 1 2 3 4 herë dhe ajo kostosh më pak. Pastaj ka ca detaje tjera, fotot e videot që do bësh, njerëzit që do nxjerrësh atje, po këto janë detaje ekspertësh. Siç mund të jesh ti ekspert në bërjen e kafes, ka ekspert për mediat sociale, e dini. Kush biznesi interesohet për ndonjë fushat marketingu me rezultate, e dini ku të më gjeni.